Ama kur e lexove na smerrove, tham ç'a ishte. Se normalisht ishte shumë e rëndë. Ishte e rëndë për mua, Dani. Ishte më shumë. Më për këdo do ishte e rëndë, kushdo që ta thynde. Unë e theva gjithë gëzim atë gjë. Dhe e dajto. S'kam vërtet arruar të filmin. Shumë e rëndë për Gertën akoma. Pas kemi një lajm. Aldo, ndis mikrofonin. Ndizë mikrofonin, Aldo. Alim besa ka futbol. Në i dajmë zi tjetër prapë. Me Gerda? Keq? Jo, jo, s'bote. Kushtë bërë? Nuk bote. Po, këthimi telefonatës e marrë vesh. Natasha Nise tjetër kuna? Gerda, ajo nuk bote, më vjen Po, një sekundë. sinqerisht shumë keq. Kështu që duhet ta them këtu se me këto flas, sepse duhet ta bëjmë publike, se edhe telefonata duhet publike. Po mendoja për vajzën, po me thënë drejtën kam shumë frikë flas me të. Kam frikë të ngjoj zërin. Edhe në të njëjtën kohë nuk e di si mund të jetë biseda me të, kështu që vendosa të flas me Anën, me mamin e Akirës, për ta pyetur si është, gjitha këto, gjithë progresin që ka bërë, gjithë marrëdhënien. Kështu që do flas me Anën. Kaq që ishte, pastaj do më thot vllai i madh se kur. Ja, shumë mirë, super. Kaq, nuk besoj që do bëhet tani, më vonë. Që daj. Fitohet bigo të ne! Qu, hajde, s'ka më gjumë. Sa t'jem unë këtu ja, po dola, unë do fleshti. Do fleshti. Sa me bigën e më krysh. Kur dalu, Do me thënë daj i opcion që ti s'flemë.